Qoftë vëduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra e flet Radio Maria e Kosovës, një zënj krishterë në shtëpinë tënde, me ju është domështiefni. Ju përshëndes me paqen e Krishtit dhe mirëseardhët në një tjetër takim të rubrikës Thesaret e Kishës. Në këtë seri takimesh po zbulojmë se liturgjia është një gjuhë e pasur me shenja, me gjeste dhe fjalë, asgjë nuk është e rastësishme. Sot do të ndalemi te një pyetje shumë e thjeshtë, përse përgjigjemi me z gjatë meshës. Ndoshta e keni vënë re se gjatë meshës nuk flet vetëm meshtari, edhe populli përgjigjet vazhdimisht dhe me shpirtin tënd. Amen. Lavdi ty o Krisht. I kemi te Zoti, është punë e denjë dhe e drejtë. O Zot, unë nuk jam i denjë. E kështu me radhë. Përse? Sepse mesha nuk është një shfaqje që ne e shikojmë, ajo është kremtimi i gjithë kishës. Meshtari nuk lutet i vetëm, ai kryeson lutjen e popullit të hyjë dhe populli nuk është spektator, ai është pjesëmarrës. Nëpërmjet pagëzimit, secili prej nesh është bërë pjesë e popullit meshtarak të hyjit, prandaj në liturgji secili ka vendin dhe rolin e vet. Meshtari e kryeson në emër të Krishtit. Lektorët shpallin fjalen, kori ndihmon në këndim, ndërsa të gjithë besimtarët marrin pjesë me lutje, me këngë dhe me përgjigjet liturgjike. Që në shekujt e parë të kishës të krishterët përgjigjeshin me z gjatë kremtimit të Eukaristisë meshës së shenjtë. Ata nuk rrinin si dëgjues të heshtur, ata shpallnin fenë e tyre me gjithë bashkësinë. Një nga fjalët më të rëndësishme që themi është amen. Kur themi amen, nuk po themi vetëm mbaroj lutja, po themi po, e besoj. Po, bashkohem me këtë lutje. Po, kjo është edhe lutja ime. Prandaj, ameni ynë duhet të jetë i vetëdijshëm dhe i fortë. Edhe përgjigjja dhe me shpirtin tënd ka një kuptim të thellë, nuk është thjesht një përshëndetje. Me këtë përgjigje, bashkësia lutet që shpirti i shenjtë ta forcojë meshtarin në shërbimin që po e kryen në emër të Krishtit. Po kështu, kur themi lavdi ty o Krisht pas ungjillit, ne nuk po falenderojmë vetëm për lektorin ose diakonin që e lexoj. Nuk po i përgjigjemi atyre vetëm. Ne po i përgjigjemi vetë Krishtit, i cili sapo na ka folur. Edhe dialogu para prefacionit është shumë domethënës. Meshtari thot, ti lartësojmë zemrat, dhe populli përgjigjet, i kemi te Zoti. Sa e bukur është kjo. Është një përkujtesë se para se të kremtojmë misterin e Eukaristisë, zemra jonë duhet të ngrihet drejt hyjit. Për këtë arsye kisha nafton të themi këto përgjigje me zë të qartë, me bindje dhe me gëzim, jo duke bërtitur, jo mekanikisht, por si një bashkësi që lutet me një zemër dhe me një zë. Sigurisht nuk është zëri i fortë ai që ka rëndësi, ka njerëz të moshuar ose të sëmor që mezi flasin. Hyj e dëgjon edhe pëshertimin e tyre, por kush ka mundësi, le të marrë pjesë me gjithë zemër, sepse liturgjia është dialog. Hyj na flet, ne i përgjigjemi, ai na fton, ne themi po. Ai na ushqen, ne e falenderojmë. Ai na dërgon, ne shkojmë. Herën tjetër kur të merrni pjesë në meshën e shenjtë, mos keni frikë të bashkoheni me përgjigjet e bashkësisë. Mos i lini të tjerët të përgjigjen vendin tuaj. Edhe zëri juaj është pjesë e lutjes së kishës. Edhe përgjigjja juaj është një dëshmi e fesë. Le ta përfundojmë me një lutje. O atë qiellor, faleminderit që na ke thirrur të jemi pjesë e popullit tënd të shenjtë. Na ndihmo që në çdo meshë të marrim pjesë me zemër të zgjuar, me mendje të përqendruar dhe me zë plot besim. Bëj që çdo amen, çdo përgjigje dhe çdo këngë të mos jetë vetëm një zakon, por një shprehje e dashurisë son për ty
dhe e bashkimit ton me gjithë kishën. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Faleminderit që ishit me ne në rubrikën Thesaret e Kishës. Deri në takimin ton të ardhshëm, kujtoni se në Meshën e Shenjtë askush nuk është vetëm dëgjues, të gjithë jemi të ftuar të marrim pjesë, të lutemi dhe t'i përgjigjemi hyjit me gjithë zemër. Zoti ju bekoft.